Kosova ka marrë një fitore të madhe në Göteborg ndaj Suedisë duke triumfuar me rezultat minimal 0-1 në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Fitoria e dardanëve ka ardhur pas një paraqitje të disiplinuar dhe me shpirt gare të lartë nga të gjithë lojtarët. Pas ndeshjes, platforma e njohur SofaScore ka publikuar notat e lojtarëve të Kosovës, ku më i vlerësuar ishte portieri Arjanet Murić me notën 8.2, falëndërhyrjeve vendimtare që ruajtën rezultatin deri në fund. Në vendin e dytë renditet sulmuesi Fisnik Aslani me notën 7.5, i cili veç golit krijoi disa raste të rrezikshme dhe ishte i pandalshëm në kundërsulme. Pas tij Krishnik Ajrizi u vlerësua me 7.4 për paraqitjen solide në mbrojtje dhe ndërhyrjet e sakta ndaj sulmuesve të njohur suedez. Në listën e më të mirëve përfshihet dhe Albian Hajdari me notën 7.2, që së bashku me Hajrizin mbajti të pathyeshme prapavijën e Kosovës, ndërsa pesshën e plotson Vedat Muriqi me 7.1, i cili ndihmoi në mbajtjen e topit të presionit ndaj mbrojtjes kundërshtare. Kjo fitore në Göteborg është një tjetër dëshmi e rritjes së kombëtares së Kosovës, që tashmë synon me seriozitet të vazhdojë garën për një vend në botrorin 2026.